Kupa Pasardhësi në edicionin e saj të 5 mlodhi në Lushnjë talentet e vegjël të futbollit në një aktivitet sportiv. Turneu i organizuar nga Shoqata Kulturore Bektashiane në ndër të ditëlindjes së Babamondit u zhvillua në aneksin e stadiumit Roza Haxhiu. Në këtë aktivitet morën pjesë 6 ekipe, ku 4 prej tyre ishin të grup moshës U11 dhe 2 të grup moshës U9. Në fushën e lojës u përballen ekipet Lushnja 1920, Apollonia Fier, Egnatia, Akademia Jekbaze Dushk, Akademia Lushnjë U9 dhe Akademia Arnisa Lushnjë. Për te konkurrencës sportive, ky aktivitet synoi të promovojë frymën e bashkëpunimit, respektit dhe miqësisë mes fëmijëve. Në përfundim të turneut, të gjitha ekipet pjesëmarrëse u vlerësuan me nga një kupë, ndërsa çdo lojtar u pajis me medalje dhe certifikat pjesëmarrjeje. Kryetari i Shoqatës Kulturore Bektashiane Kujtimbaze u shpreh se aktivitetet të tilla sportive ndihmojnë në edukimin dhe formimin e fëmijëve, duke i afruar ata më shumë me sportin dhe me vlerat pozitive që ai përcjell. Sipas tij, këto iniciativa shërbejnë për të nxitur talentet e reja, por edhe për të krijuar një frymë bashkëpunimi dhe bashkëjetese mes të rinjve. Në rastin e ditëlindjes së Babamondit, kryegjyshit botror Bektashian, Shoqata Kulturore Bektashiane Lushnjë zhvillon një aktivitet sportiv me moton Sporti bashkon. Kjo kupë ka emrin Kupa Pasardhësi dhe zhvillohet me ekipet U11 të Akademisë Lushnjë, të Fierit, të Egnatias dhe të Morrit. Gjithashtu, në këtë aktivitet marrin pjesë edhe 2 ekipe U9, ekipi i Egnatias dhe ekipi i Akademisë Lushnjë. Qëllimi i aktivitetit është promovimi i vlerave sportive, i miqësisë dhe harmonisë midis njerëzit, forcimit të dashurisë ndaj njerëzit, ndaj sportit, që është një futbolli, siç e dimë, është sporti magjik dhe është sporti që i bashkon gjithë njerëzit. Me moton Sporti bashkon. Gjithashtu, në këtë aktivitet janë të ftuar dhe personalitetet e tjera, si kryetaria e bashkisë, zonja Seri Sefa, dhe ish sportistë si Jutmir Gazheli, David Gjyla, Orgest Baze, Erioni Ljazi, Ledo Tallau, kemi edhe Ramadan Baballakun, kemi edhe tenorin e famshëm që këndoi dhe himnin, Gzim Xhaxhaj. Pra, aktivitetin në radhë të parë synon dashurinë midis njerëzve dhe meqenëse se ne jemi dhe shoqatë Bektashiane, dashurinë midis tokës dhe Zotit. Ky është edicioni i 5 i këtij aktiviteti Kupa Pasardhësi dhe mendojmë që të jetë në vazhdim. Këtu ideja është që të gjithë janë fitues. Ne kemi programuar që gjithë ekipet pjesëmarrëse do të marrin një kupë, do të marrin medalje dhe certifikat dhe asnjëri nuk del humbje. Me këtë ne synojmë që të ringjallim traditat e hershme të sportit lushnjar, siç e dini, sporti lushnjar dhe futbolli pësoi një traumë, por këta brezat, sidomos U11 dhe U13 të Akademisë Lushnjës dhe Akademisë private premtojnë shumë për të ardhmen. Urojmë dhe 100 Babamondit, kryegjyshit tonë botror Bektashian, për një jetë sa më të gjatë dhe i urojmë suksesin në punën e tij në kryegjyshatës botërore Bektashiane.